Ka bën mirë, sot do të folë ti ajeti që keni të para, atë ka bën mirë si ta lexoj çka ndodh. Që ke ajet, shtish ke e klumi pari, që ke punë të të tregoj. Njëri, ti e ka vendos me të bë mirë sot, a ti për ja këthan keq. Aja pa ka vendos me të bë mirë. Ti a pa për ja këthan keq. A pa mirë, ti a pa gjithmonë, a i veç mirë, ti veç keq, ma në fund shka ndodh. Në këtu në këtë shembull tash ka pruna sa shi lidhëm me Zotin, Allah i Gjelle Gjelalu vetë do të na tregojë drejt pas drejti në Kurani Kerim, ai që po na ban neve gjithmonë mirë, na si ta kthejmë me të keq, shka vjen në fund. Kja ajet është ai që do të flasë për ta. Boll. Le, mos e prek. Allah i Gjelle Gjelaluhu thot Beni Israilit, unë juve ju dhash me hangër prej qile, çka ka? Piderseve të kalume. Shpendin e a kemi tregu? Po. Në vend shivit çka bike? Beni Israilit. Në vend shivit. El-men wa salwa. Çka ishte men? Shi në formën e kuj. Në formën e mjaltit, ha? Edhe sofra prej qila erdh. A u bon të natë mirat. E që tash Allah i Gjelle Gjelaluhu vllazni, mas kejve të mirave shka e vkallon Bene Israilit, do me marë masa. Kita e të tregojë qish do me marë masa Zotit që tash. Ama masat e Zotit tani nuk janë si tonat kur i bojmë na dikuj mira a i na ban keq. Shka bojmë na kur i bojmë dikuj mira a i keq na ban. I thojmë kështu ati njeri. Muish me pa ti mopi muë. Kjo është e jonja, si njerës. Që të se shka kemi mi bo. Muish me pa ti mopi muë. Ngoni mirë, koncentroni me ajetin e Allah i Gjelle Gjelalu, qka ju ka bo Zoti Bene Israilit për keq pritjen e të mirave të ati shka ka dërgu. Wa idh akhadhna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. Tha na juve, me juve e patëm lidh një bes edhe një kontrat, ju e lishut. A ju vllazni këtu në katunin tonë në xhami Masiqinije, besën edhe kontratën, besën e cila be ka në ta, e kini një në kalumën, shka e pa të bo Zoti Bene Israilit. E që ta shta Zoti, ju e latat, e prishet kontratën me muë. Nga që ta shka ju ka gjedë pra. Wa rafa'na fawqakum at-tur. Tha kodrën e turit, javë kam ngrejt mbi krije. Zoti Gjelle Gjelalu, në atë popull në të cilin a i dhnu po merë masa. Çfar masa? As po besona? Ja, la s'du me besu. Irtifa'u tur, i thojnë ngu në arabisht e qisaj. E që kjo a kodër që tash. Unë po e bajnë shembol këtë librin tim këto, kodër. Wa rafa'na fawqakum at-tur e ka që këtë kuptim. Allah i Gjelle Gjelalu kodrën e ka ngrejt qështo. Jo, e ka ngrejt kështo. Kodrën, po qështo. E që tash, banorët e Beni Israilit, ku janë ty e tu? Që këtu rëfuni. Apo besona e shlova. Që këtë kuptime ka? Kja ajet. Allah i Gjelle Gjelaluhu merë masa, mbi ato njerëz ka a ju jep mira, ato ja kthejnë me të keq. Apo beson e shlova. Bene Israili, Allah i Gjelle Gjelaluhu ka thonë, khudhu ma atejnakum bi quwa. Mere të vratin ose kodrën bi krije. Mere të vratin me sinceritet, bi quwa, ose kodrën bi krije. Wa rafa'na fawqakum at-tur. Vadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Edhe atë të cilën javçova në Tevrat, bane vepër. Ndoshta, dënjoni prej vllaznive mos ashtu mendu. Se na, çka i kanë bë Beni Israili Tevratit,
do punë plot jemi të i bo me metoda tjera ndaj Kurani Kerimit. A shembujt i kemi prunë derset e kalume. Mos po thot dënja prej vllaznive ndoshta se Allahu xhalla xhelaluhu mos po na ngren maran neve këtu gulakin apo kodrën e Vuksonit e po na ban perishan që gjithë këtë nam kur gjos po ngojmë hiç këtë krijen veti po shkojmë. Unë po ju tregoj me Kurani Kerim vllazni se kjo s'ka me ndodh. Ummetit Rasulullahit alayhi salatu wasalam nuk kanë me ndodh ngritja e kodrës e shlumja e Zotit me ta mbi krijen e muslimanëve. Kjo s'ka me ndodh. Po çka ka me ndodh, se ajet ka në Kurani Kerim wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim. Allahu xhalla xhelaluhu ka thonë nuk ju baj azab juve derisa Muhammedin mes juve tjetë. Kanë thonë sahabët kjo kullaj kanë amasi disësh ti shka po ma ka halli ja Rasulullah. Tha Rasul Allahu xhalla xhelaluhu wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Derisa në mesin e juve këtë njeri shka thot o Zot mua edhe qerve besimtar falne i kusurët kodrën s'jam ngren Zoti më tepër mos keni gal. S'ka nevojë më mërzit hiç. Derisa në mesin e juve ka njerëz shka morin abdes. Derisa në mesin e juve ka njerëz shka binë sejdë. Derisa në mesin e juve ka njerëz shka përnimej kanë punë. Derisa në mesin e muslimanëve ka njerëz shka thojnë Bismillahirrahmanirrahim. Derisa në mesin e juve ka njerëz shka thojnë A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Derisa në mesin e juve ka njerëz shka e din Kurani Kerimin përmendsh. Derisa në mesin e juve ka njerëz shka me hadithet e Rasullullah përdorën. Derisa në mesin e juve ka njerëz shka natën falen, qerkut flen. Derisa në mesin e juve ka njerëz shka ja falin njëri tjetrit gabimin. Mos keni gale se kodrat Allahi mbi juve nuk i ngren mo. E po, çka mundet me ndodh pra që tërsen? Çka mundet me ndodh? Dënime tjera. Dënime me epizoda. Çfarë epizoda? Epizoda jo si dënimet e Beni Israilit, Adit, Thamudit, edhe Ashabul Kahf, po Ashabul Aykah, ama dënime tjera. Çfarë për shembull? Çka mundet me ndodh? Në ummetit Rasulullahit alayhi salatu wasalam prej dënimeve. Mundet me ndodh katastrofa e 61-shit, mundet me ndodh katastrofa e 85-s, mundet me ndodh katastrofa e 90-s. S'ka ujë me pi, s'ka bukë me hongër, s'ka kret nuk ka atë. Mundet me ndodh katastrofa e fkos fundit muslimanëve çka po ju ndodh, mund me ju ndodh katastrofa të lloj-llojshme, të cilat Allahu xhalla xhelaluhu i ka parapa, e mund me ju ndodh katastrofa me smuje të cilat prej të cilave sot kanosët një popullit apo shumë popujve rreziku edhe s'din ka mbrohen prej ative smujeve e që si gjona në kohën tonë që tash. A kësi dënime mos me ndoje dikush. Une po thëm kështu edhe po kthehem po thëm prap diçka ndryshe. S'ka më me ungrejt kodra, mi ra njerit për mi krije. Kjo shka do të thot vllazni. Këta na nuk do ta shohim. Që këtë kuptime ka. Ummeti Rasulullahit nuk do ta shohë kodrën e gulakut ngrejt me përmis lopçan e me na thonë Zoti apo poloni me Kur'an e alshova këta. Ama do t'i ngreje kodra ndryshe disi. Kodrat për më ngrejt po, ama ndryshe. Si për shembull. Po si në Armenistan. Qashtu, kur që ishtë ndryshe. Si në Shkum 63. Edhe ajo është e ngrejt me a kodrave. E cilët kodra pra i ngrejnë Zoti që tash. Po i ngrejnë ato shtëpijat të cilët na kur po i marojmë e tani me plot kibër po dalin vllaut tonë ku i shi po i thojmë shtëpijen sa një kodër e kam maru. Allahu xhalla xhelaluhu po i livrit pra. Apo po në ngurt kodrat. Apo me kodrat puna, po i livrit për funin një sekondë di, 10 gradë me Richterit, o sos puna kodrës, shkuën kodrat. Shirim vllazni kodrat apo janë në dorën e Zotit. Edhe ato artificial, edhe ato tjerat këtë janë në dorën e fuqishmit Allah xhalla xhelaluhu wa xhalla sha'nu. E të tash kështu ju ka thonë Zoti Bene Israilit, apo besoni a kodrën ja vshlova mbi krije. Që tash unë e di shka i një të prit, i një mësu ju, me stive ajeteve, si cëllën të mirë, shka po javëban Zoti Bene Israilit, ato po e kthejnë me diçka. E ta shofim mas kësaj shka kanë boshti. Se ajetet qështu shkojnë. Allah i gjellë gjelalu një, Bene Israili një. Allah i një, ato një. E që tash Bene Israilit? Thumma tawallejtu min ba'di dhalik, falawla fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntu min al-khasirin. E jo edhe mas kësaj, that la ilaha illa Allah, s'ka zot veç tije o Rabbul Alamin. Allah i gjellë gjelalu u tha unë turi sinon e ktheva në venin e vet, veç e ktheva ata në venin e vet, ju ja kthit shpinë të urë dhe të më njërë. Që të janë Bene Israili? Unë veç e lëshova kodrën, e mirë besut, s'ka problem, që për azabi u hek. Veç e lam në tonën, ju më njëherë thatë, s'ka zot mëra, qka jetë të folti. E që tash kjo ka e Bene Israilit.
në lidhje me neve, Beni Israil edhe na, kodra u rafshu, ranë venin e vetë. Na e lamu dhe në Zotit, Beni Israili, që tash në kohën tonë, qish po veprohet a thu, apo veprohet si Beni Israili në disa aspekte apo jo? Po, lazë, kur po him dhe një sovë, po bojmë biseda apo dhe një konak, në lidhje me besimin islam edhe qashtjet rreth Kurani Kerimit edhe këti dinin në të cilin jemi në ta, kur kush nuk po fol. As njës po ngren gishtin heq. Masi po dalim, masi po shkojmë. Allah merë zorë se pata mi thonë. Se vërtetë zorë se pata, po thuj mëra. Thuj që ka po prit. Shti mu konë ta kem hoxën, që shti ta kem mu konë ti thëmë. Po, që shtë shtja, Sansha? Po thuj shti, që ka po prit. Po e sulmojnë feja njerëzit, po folin pa argumente, po thojnë s'ka Zot, po thojnë s'ka pejgamber, po thojnë Kurani Kerimi s'na libër i Zotit, po thojnë Kurani Kerimi s'na fjale Allahut, po thojnë Rasulullah s'ka pas muxhize, po thojnë dini islam nuk është i vërtet, po thojnë edhe qerat feja hi në xhennet, po thojnë edhe krishterë në xhennet hi, po thojnë edhe ai s'ka ban mirë Nikola Tesla dhe ai në xhennet hi. Këtë në rregull, këtë hi në xhennet, ama kurash kur janë ato njerëz që me argumente flasin, më së brami mu kon të kish na thonë. Jo ashtu, thuj. Jo më konë të kisha thonë, thuj në vend, jo mas shpini, jo me laps, jo me gazet, jo kolla, jo mas shpini. Thuj në vend se na nuk je dhobi, ama na shka thojnë. Thojmë, unë mendoj kështu, argumenti jam e mbro. Unë mendoj kështu me këtë argument. Urdhno eja me argumente, sulmoj e islamin drejt për drejti, se une nuk jam musliman edhe zban zati, me konë musliman vetë se na kemi ndodhë në këtë din. Kështu zban me nejtë musliman. Vetë se kemi ndodhë. Po e dim me argumente se në këtë din shka jemi ashtë dini i vetëmi të cilën Zotë e pranën. Me argumente me dim, e kush doje, në të urdhnoje për biset. Pi tjerëve po thëmë, në të urdhnoje për biset edhe gje masi qinie këta e cekëm. Në të urdhnoje për biset pra. Thumma të wallejtu min ba'di dhalik, falaula fadlullahi alaikum wa rahmetuhu le kuntu min el khasirin. Prap, Allahi Gjelle Gjelaluhu thët, mës me pasqen rahmeti, mëshira ime, ju kishim e qenë o Beni Israil të humbun. Këtu në këtë ajet mëshirë kush është për qëllim? Mëshirë në këtë ajet rahmet është për qëllim Isa. Ju ka plut prej Musës tërë të Isa, e qut një konë tërë, i banët 100 probleme, ama rahmeti jam prap një pejgamber javqoj. Prap javqoj Isa a.s. prap me kitab, prap me muxhize, me u vërtetu, e ju tani edhe mas Isës e banët atë problem shka e banët për të cilin sot nuk jemi në radhë. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Këtë ajet Allahu Gjelle Gjelaluhu ju drejtohet jahudive në kohën e Rasullullah që thash. Jahudive të cilët kanë jetu në kohën e Rasullullah. Ju, që tosh ka po jetoni me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. Ju e dini shumë mirë edhe e keni mësu ju tha Zoti jahudive të kohës Rasulullahit a.s. Çka ka ndodhë me jahudit të cilën na i patën përzi punën lidhje me ditën e shtonë. Çka ka dita e shtonë këto? Ditës shtonë, në gjuhën arabe i thojnë sebt. Çka do me thonë fjala sebt shqip? Wa ja'alna al-layla subata. E kam bon natën sebt. Çka do thot? Pushim. Fjala sebt shqip do thot pushim. Dita e pushimit. Ama dita e pushimit për ka? Jo për besimit, jo për besimin islam, po dita e pushimit për Beni Israilin. Zati, ato pushojnë ditën e shtunë e kanë pa punë. Duqanët e Beni Israilit janë shtunën pa punë. A ditën e dill pushimi kuja? Ditën e dill a pushimi i nasarave, pushimi i krishterëve. Muslimanët kur e kanë ditën e pushimit ndërna javës? Kanë ditën e premte. Pra kur të rrim na pa punë ditën e dill, jemi të nejtë pa punë ditën e huj. Na ditën e dill duhet me punu. Na ditën e shtunë duhet me punu. E dilla për neve e han. E dilla për neve e mart e mërkor. Për neve dita e xumot ditë pa punë. Jo ditë pa punë, po ditë freskimi. Derisa të falet namazi i xumos edhe ata. Derisa të falet namazi i xumos. Ne po çuditem këto gjerman, populli gjerman konkret për ato respektivisht për javë që emnin, dillën janë pa punë edhe do të shtunën. A xumos i thojnë frajtak, dita lije. Edhe na imi habit, se më kuptojmë mo gjonat heq. Ditës xumos frajtak, dita pa punë, ama dillën rrinë pa punë, xumon punoj. Po shërben me kalendarin ton, ti dini, islamin për na sulmoj.
me kalendarin e këtij po shërben. Po i thojnë honës mond, edhe hon di mujit monat, do thot muja është i marrën prej honës, si këtë kuptim e ka, me dillin po shërben, çude madhe. Këto ku i shit këto. U thojnë meset njonës edhe meset tjetrës, do thot edhe po e pranojnë se mujin e rregullon hona e jo dilli, apo kalendarin me dill. Tonë jap zor, maro muj ka 31 ditë, maro ka 28, ka 27, ka 13, ka 14. Çeshit muj, pse ja kanë lënë aty shka, sa është i angazhuar me maru mujin. E pra, kthehemi pikë kësaj teme. Jahudit këto gjithmonë kanë pas për qëllim me i përzi gjonat. Jahudit a di çka janë? Jahudit oklogien në dorë e kaç shkojnë ndonjë veç e përzin. Ato s'din me bon rregull hiç. Veç përzin. Wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inma nahnu muslihun. Kur ju thosh moni më rregulloni, po thonë jo, na rregull punoj. Ju thash edhe një ditë ndersa të kaluam në Ramazan, na punojmë rregull. E veçin gazetar George Bushin, çka po bën ti me këtë luftë që tash në botën arabe këtu? Dhe kjo sa luftë. S'jam të bëj luftë. Po çka po bën? Po du me nu rregull të ri mbi tokë. Allah. Po rregulli me përshingje dhe me tornado nohet mbi tokë me tok maka. Rregulli nohet mbi tokë me ligje. Zakonet e Zotit Xhella Xhelaluhu kur dominojnë në atmosferë, vetëm atëherë rregulla ndohen. Që tërsen e heke ligjin e Zotit, mo që ragjona janë këtë shregullime. Asa është ligji Allahu Xhella Xhelaluhu që të ratë shregullim më njëherë. Edhe kush nuk i shef të gjona, na drejt për drejti me emnin e këtij kitabi që ja kemi përpara, ati njerit plot drejta 100% i fitojmë, hiç pa na i dhënë kurkush, masi Zoti na i ka dhënë Kurani i Kerim, me i thonë ati njerit ti i e i verbë, ti nuk shef. Me thonë dikush prej juve që ka jeni prezent në xhami, a ki argument me na sjell se njeri mundet me kon me sinjë dhe mos me pa? Po. Allah i ka thonë Kurani i Kerim, innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Thot mos dia edhe ignoranca, edhe shkumja në sistemet, sukur sistemi i kalum e disa sisteme tjera, sukur socializme, komunizme, kapitalizme, këtë këto janë qasi njoni mas tjetri mujtë shmishti me një pe këtë, s'ka problem, hiç sa i përket islamit, kështu Allah i Xhella Xhelalu thot, çështu kush jeton nuk i ka qerru sin që ka i ka në ball, po i ka qerru sin që ka i ka në zemër. A përsit e ballit, sa duen ato dhe për shka i ka kriju Zoti, kemi kalum dokët në çak fillim të Ramazanit. Për shka janë sit e ballit? Ato për shka ishin? Ti kthehemi si duni një 5 dakika, a dia një. Për shka ishin sit e ballit? Me pa rrugën, me pa nonën, me pa babën, me pa mihrabin, me pa kiblen, me pa të mirat e dunjos, me pa mesia dhe me kryesore, me pa rrugën. A sit e zemrës për shka janë ato? Sit e zemrës janë me pa Zotin edhe besimin edhe normat e tij edhe vlerat edhe nishanat e Allahit, mucjizat e tij, me pa mbi tokë. Këto shifen me sit e zemrës. E këto si qerohen këto të ballit, këtive fërt pak pun ju ka bet. Si të zemrës si qerohen. Për atë shkak, duhet mu këthi dashte në rrugën e Allahi Xhella Xhelalu, në rrugën e Kurani Kerimit dhe sunetit Rasullullah a.s. mos me i përzi gjona. Pra po këthejmi të eshtuna. Jahudit i pat porosit Zoti, e dini shka të bani ju. Ditën e shtun, pushoni. S'ka me punu ditën e shtun. Interesant që ka ndodhë ke, ditën e shtun jahudive në Bregdet, peshkat ju vishin, se ishin peshkatarë. Jahudit janë konë rahalen ngu në arabisht e i thojnë, e kimina një fjalë këtu të në, shumë ju përshtatët e gjuhës tonë është, shumë ju përshtatët jahudive. Ama një fjalë të pastër të kollumë si loti, cërga. Po, fjala jehud, fjala ibranijin, shqip, spjegohet me fjallën cërgarë. Enda cak, pa temel, pa bazë, pa vatan, heq. E gjujshin peshka ndeti, Allah i Xhella Xhelaluhu për me nejt në besim jahudit, me ngurdhën e Zotit, ju thatë shtunën mës me dalë në Bregdet. S'ka me zonë peshka. Ama shtunën peshkat vishin. Çka banën jahudit tëne? Pa jo me sebtihim il të tihim khitanuhum. Fa Allah i Xhella Xhelaluhu. Wa jo me la jesbituna, la të tihim. Sa ditën e shtunë, kër ju pata thonë rini, ju vishin peshkat ndeti. Po ditët e qera, kur sishte e shtunë, dilshin me gjujt, s'kish peshkat ndeti. Kjo shka do të thot kjo? Mos u shtime Zotin. Mos u shtime Allahin Xhella Xhelaluhu. Se dëshira jote duhet dëshirës Zotit me ju përshtat, e jo e kondërta.
Dëshira jote duhet me ju përshtat dëshirës atij. Shtunën s'ka peshka. Shtunën peshkat në Bregdet sa dush kur jahudit e kishin ndalume me gjujt. A diçka se kishin ndalume në Bregdet asnjë peshk. Zgat penin gjithë ditën s'ka. Po vesmi na që tash natyristat po i vesmi. Nxënësat e Darwinit. Edhe si ai te poshtë kej, po i pismi. Edhe kejt njerëzit që ka mendojnë se natyra po e lun rolin kryesor, ajo është kejt, sfaj sfe. Po pismi pra, ku e din natyra se është shtu? Peshkat me i prun Bregdet, e ku e din tani priroda se sot sa është mos me i lanë Bregdet? E di që ketë natyra, e din që ketë puna jo. Po pse po ja lanë pra pun pa pun, pse po folin njerëzit kultura? Du të me imësu njerëzit realitetin, jo me imësu fjall pa fjall, jo me imësu kultura njerëzit. Të shka ka këtu në këta? Dënimi Allahi Gjelle Gjelaluhu. Mirë po jahudit shka banë? Jahudit kejt ditët, cëlla javën, e lërë nuk gjujshin, veç ditën e shtonë gjujshin. Shka dojshin me thonë me këtë? Shka të na thujsh o Musa, po të kalzoj, moti ja kemi nis me të kalzu, se na të kondër të të bojnë. Shka të na porosit e zotë jot, ta dish, ta po ta bojnë me dije, se na atë qëtër në do ta bojnë. Lazni, po pysim që tash. A ka që tash prej mesit tonë kësi njerëz? Jo, dish ka. Ama me vepra, a ka a thu? Ka vlazni. Neve na ka ndodhë të punë, shëshni. Neve na ka ndodhë shëshnijën tonë. Muslimanëve mbar botës 1 miliard e 200 milion, po ju ndodhin kësi probleme. Emnin musliman, shartët e islamit këtë në rregull, plot herë po veproj si që kanë vepru jahudit. Plot herë. Jahudit, çfarë bëhone ju pa zonë Zotit? Çka po thot ai, ato po e bojnë qetrën. E që tash, na po pismi kështu se, ja e folmi gjitham, ja e folmi realitetin, ja shuj. Ja bajmë dertin vetë vetës, ja hic dalmin kursi. Ja vim me ngu Kurani Kerimin, ja hic him xhami. Po pismi konkret pyetje, se dert po e bajmë vllaznisht. A ka thonë Zoti mu fal? 5 herë? Apo e falim ajo? Apo e bëjmë shpi qetrën shka po thot Zoti? A ka thonë Allah i zeqatin me dhonë? Po. Apo bëhet ajo? Jo. Apo e bëjmë shpi qetrën? A na ka porosit Zoti me e dash njëri qetrin? Po. Apo e hasmojmë njëri qetrin? Po. Apo e bëjmë kundërtën pra? E këtu në shkajimi të folë qetër sen përveç se një popullit Zoti po e urdhën me e bo një pun, ato qetrën po e bojnë. Qetër sen kur gjos jemi të bo pra, heq. Na ka porosit Zoti mos me hum kohën, apo e ham? Na ka porosit Zoti me rishfat mos me umar, apo e bojnë? Na ka porosit Zoti mos me pije shka janë haram, apo e pi rinia jon një grup, apo e pi? Anemon dunjos muslimant, apo e pi? Ati gjallit Saudijës të këthi pikanode, se në Saudi fjala shëriati ative, Saudijës, jo i Zotit, dhe ka alkoholin mës me shtin Saudi mrena. Hajde, inshallah, sefte, nitëm një herë, që një që met në dunjo alkoholin zyrtarisht, s'pe dojka. A interesant, Muhammed Jemeni, a i OPEC-it, a i njeri maj madh i OPEC-it, a i Muhammed Jemeni, po shkru një dit një gazet për i gazeteve, se kur pas ka shku në Hollywood, a na thojmë se Muhammed Jemeni nuk e ka venin në Hollywood. Në Hollywood e kanë venin shejtanat të dreshme. Hollywoodi sa gjojnë besimtarve. A gjë janë ato drogës, ato janë a gjithë në musëzlëkit, a gjë janë ato gjona, ato janë virusit sidës të bumë ketë a gjë në Hollywood. A gjë hesnofis, ka shkalip. Mirë po që për fatë interesant, Muhammed Jemeni, i cili bota islame i ka dhonë imunitet për mbrojtjen edhe përgjegjësinë e kejt pasurijës islame në botë, se aja është lidhur me noftin ngusht, Muhammed Jemeni po shkon në Hollywood atje, edhe tani çka po bën ai? Heq pa kur një marre, edhe musliman, heq pa kur një marre, ajo artistja më shquar në botë e fesadit në këtë zaman që tash, po ja qet dorën, po ja qet dorën shpatlla, e tani barabar në prezencën e kejt mësafirve, kur po e vesin pikati këtë drejt e ki fitu, këti njeri mi aqit dorën kra, po thot Muhammed Jemeni, para se me ardh kejt a këto gjona i ka pagujt. Që ki njeri, që ki rezil, që ki pis, që ki e gjine, që ki rezil, që ki nënshmug, që ki i poshtër, në Saudi, po thot nuk ban me hi alkoholi sa harama me shëriat.
Me cëllin shariat brash haram alkohola, thua me tonin a me të zotit? Me të zotit, po edhe tja ti të zotit dush me ju përshta. E tani ajo komanda e ushtrisë Saudijës ja paskazon një Saudionit, jo trit nuk i din, do këtë lest i din, janë do mjete për me marruje mek, poshtë si gaz, butogaz i thojnë arabisht, e mushin me gaz tëne, e pumpatin masit akallin për me bo hëzlim e zi, e s'ka pas ku ta shti e rakien, në qatë për shti? Në qatën për jazon në kufi. Do thëtë sa kanë këto njerëz apetit. Edhe këto na thojnë neve se jemi musliman, ama të kundërtën për e bojnë. Na thojnë edhe këto se jemi musliman, ama të kundërtën për e bojnë. Edhe vllazni, edhe çato shka po e sulmojnë islamin e juve, edhe tonin. Edhe çato shka rinijës po i japin gjithmonë. Hiç panar lloj mjetësh edhe shkrimësh, ama në atë gazet shka po e dënë rinia në qatë gazet për javë sulmojnë islamin, në qatë gazet shka po e lëzën rinijës qatë gazet islamin për javë sulmojnë, edhe ato më në fund, kur po bëhen pishman se shka kanë bo, po vinë po në thojnë, po edhe na bre jemi musliman, po ai muslimoni se sulmon muslimoni, në vllavi jam. A shumë muhabet do kjo puna thua. Muslimoni nuk e sulmon. Edhe kemi thonë, as që e sulmon me mendim të keq se mo, jo me mjetë, jo me laps, jo me dru, jo me as me goj, as nuk me ndonë keq. E që shemi a thu musliman deri sa ne e sulmoj njoni qetërin me mendimet të këshia. Kemi. Pra nuk ban që na kemi pjative. Allah i shka na ka urdhnu të kundër të punojmë se ju përshtatemi fisit tjetër tëne. فجعلناها نكالا لما فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Mos ta i kalojmë ajetin, Allahu xhalla xhelaluhu qitive jahudive, shka ja ka ngrejnë Zoti kodrën, edhe i ka angazhu kaç keq me marr kitabin, kaç me ket sulm, që kaç me mbajtjen e kodrës mbi krinë ative, më në fund jahudit e kthin shpinën, Allahu xhalla xhelaluhu tha, a edhe shti e kthi shpinën? Edhe mas kësaj, mas e lëshum kodrën, that, jo prapa, që tash qëtër sen do të përdorim. A pa ligji Zotit. Allah i po merë mosa qera vllazni, për mbi audit. A wa ja'alnahum qirada. Tha Zoti i kam bë majmuna. I kam bë majmuna. Ndokët një herë moti masi qinie pa ta thonë se do të vinë ka kja jet, kur e përmenëm Darwinin edhe nxënësat e tij, thamë nashte mos a lidha i Fateve Qeli në lidhje me çito majmunat e qisaj në Kurani Kerim, shka janë përmenëm se njerëzit Zoti majmuna i ka bon në kohën e Ben Israilit për shkak se nuk e nga gurnën e Zotit. Jo, kjo nuk ka të bëjë kur gjo, ato njerë shka i ka bon Zoti majmuna në jetën e Musës a.s. në kohën e Musës, ato majmuna prap kanë vdek. Ato majmuna janë zhdukën. A njeri janë shpara ative, ato janë që ka dimi e 721 para erës, na dim që Musa dimi e 721 para erës ka vdek. Pra që ati pare janë dikun, e njeri janë shme herët se ato pra, nuk u zonë kërkush me i lidhë të gjona, njona me qetër me i furë, që ka shkeqe me i qitë në popull, që ka shdopta. Fëgjaalnaha nakalen lima bejne edhejha wa ma khalfaha wa maw'idhatan lil muttaqin. Kejtë të fjallë, fa Allahi Jelle Jelalu, shka i ngut në për me qitive ajeteve që tash, kur gjohës janë qetër përveç se maw'idha, ders, me javë tërhek vërejqen, edhe me udhon myshde ative njerëzve shka e din edhe e nin vetën, a na jemi ato shka e din edhe e nin vetën besimtar, edhe njerëz shka i frikën Zotit. Pra, ki ders edhe tjerët janë, tha Zotit Jelle Jelaluhu me vajdha, lil muttaqin. A dënim për kam, ato shka e lon rrugën. Ne kalen lima bejne edhejha, dënim për ato shka e lon rrugën, a mirë për rrugën e Allahi Jelle Jelaluhu. Në tani, me të madhe, i ngrejmë durët edhe thojmë, o Zot, mos na ban prej ative shka e ki pregadit dhe një dënim me rambi to, edhe e lusmi Zotin që edhe në qovë se është pregadit diçka me rambi ne, Allahin e lutmi me ngrejt edhe me largu prej neve. Zotë Jelle Jelaluhu zbashku kejve sot, Ramazanin kabull në e bo, edhe të armën let, edhe kabull insha Allah. Lillahi l-Fatiha. Vitis, mos ta qojmë shumë ga. Nasarat, krishterët. Wa qalatin nasara al-Masihu ibnullah. Thojnë krishterët se Isa është gjali Zotit. A rami edhe ato piki? O bitis edhe me këta, ajo. A duhet më të për me folë më për ato njerë shka janë qënosh në krije? Të nasarat, krishterët thojnë Isa është gjali Zotit. E mirë regull. Thash edhe një ditë moti prapë për e përsëris. Mësafir kemi në gjami, gjemtri kemi në gjami, shka nuk ju karavasht të një gjeratat e kalume, me nodhë me neve në lidhe me besimin e krishterëve. E kështu pra, krishterët besimi ative thot kështu. Zoti i madh, ju muslimanë shka e njifni,
është i juve dhe i joni njëjtë. Këtu s'kemi dallim hiç, se për një me. Allahu xhalla xhelalu është i ative dhe i joni njëjtë, këtë një në rregull mirë pra. Hajde bim të poshtë tash. Na thojmë kul huwa Allahu ahad, Allahu xhalla xhelalu është një. Lam yalid. Ai nuk lind. Walam yulad. As që lind dikush prej tij. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Edhe kush ati Allahu Samad harun. Allahu Samad. Kur kush për kërkan nevoj Zoti nuk ka. Të gjithë krijesat për ata nevoj kanë. Allahu Samad. Lam yalid, nuk lind. Walam yulad, as që dikushi prej ati lind. Walam yakun lahu kufuwan ahad. As që kush ati i përget. As që kush është si ai. Kja besimi jonë në islam. Hajtë të krishterë bim të poshtë tash. Allah i madh, usos. Isa gjali ti. Mërjemja nona Isës. Në rregull, kejt. Mërjemja nona Isës. Isa gjali Zotit. Ama Allah i s'ka grue. O mërënash? Çfarë besimi? Aran piki ajeti ajo. Qështu me hinë provim, a më në kalën. Qështu me qësi. Qështu me edhon një provim dikon, a më në kalën të të mesmit. A usës, a u kri. Do thot kja ajet, është ajet i cili në thirë me qera ajetën Kurani Kerim me deshifru besimin e gabushëm. Ato nuk thojnë na jemi në besim gabushëm, ato e din shumë mirë se janë në rregull, ama realiteti